Nga emigrant në Greqi në ndërmarrës të suksesshëm në bujqësi, kjo është historia e dy vëllezërve, Genci dhe Karafila Gaçit nga fshati Suki Roskovecit. Ata janë sot ndërprodhuesit dhe eksportuesit më të mëdhenj të perimeve në këtë zonë. Të kthyer në AD në vitin 2013, ata nisën jetën dhe punën nga e para, me vetëm 2 dynym sera. Me përkushtim dhe punë, ata zgjeruan çdo vit aktivitetin, duke e quar sipërfaqen e kultivuar në mbi 40 hektar tokë të mbjellë. Aktualisht janë në procesin e ngritjes së serave të reja në një sipërfaqe prej 50 dynymësh. Kemi 12 vite që merremi me këtë punë. E nisëm aktivitetin me ndërtimin e një sere prej 2 dylymësh bashkë me vllajën. Kemi aktualisht në prodhim 30 dylym dhe 50 dylym të tjera jemi në proces të ndërtimit të këtyre serave. Jemi me një sasi në shitje 2024 që kemi mbyllur me 870 kamiona, ku kryesisht domatja e zonës tonë, trangulli, pastaj gjithë llojet e specave. Dhe shalqin, pjepra dhe fruta dhe perime, portokalle dhe mandarina. Për të përballuar sasinë në rritje të prodhimit, ata ngritën edhe një pikë grumbullimi, e cila u shërben jo vetëm për prodhimet e tyre, por edhe për fermerë të tjerë të zonës. Këtë vit vëllezërit thonë se kanë zgjeruar sipërfaqet e mbjella me bostan, rreth 40 hektar janë dedikuar vetëm për këtë kulturë. Një pjesë e prodhimit tregtohet në tregun vendas, ku kërkesa është e lartë, ndërsa pjesa tjetër shkon për eksport. Gjatë vitit të kaluar, vëllezërit Agaçi kanë arritur të shesin afro 10.000 tonë prodhime bujqësore dhe për vitin 2025, synimi është rritja e mëtejshme e rendimentit dhe zgjerimi i tregjeve të eksportit. Roskoveci me një sipërfaqe prej mbi 162 hektarë sera diellore, mbetet një nga furnizuesit kryesor të tregut vendas dhe atij të huaj me produkte të freskëta dhe cilësore. Vetëm për vitin 2024 janë shtuar edhe 3.2 hektarë të reja me sera, duke reflektuar ritmin e rritjes së kësaj industrie në zonë.